Faleminderit kryetar, faleminderit zonja ministre. Dua ta nis me faktin që është hera parë pra që raportohet në këtë format dhe gjithashtu të përmend faktin që raporti vjetor ka ardhur tejet çdo afati në shkelje të legjislacionit, në shkelje të rregullores. Nuk e kuptoj pse janë shkelur të gjitha afatet, ndërkohë që është detyrim ligjor në mënyrë periodike të vihet të raportohet dhe komisioni i jashtëm dhe për çështje të integrimit të marrë rolin që i përket, roli i cili deri më sot është devijuar më njanuar. Era parë që kur është krijuar pra qeveria e re që raportohet për procesin e integrimit. Unë mund të them personalisht e kam lexuar raportin jo një herë, e kam lexuar disa herë, kam mbajtur shënime dhe mund të them që është raporti më sipërfaqësor. Dhe pyetja ime e parë është, a i besoni ato që na i thatë deri tani? A i besoni ju vetë ato që na i thatë si arritje? Të gjithë i kemi në lëkurë problematikat. Çdo qytetar që na ndjek apo që nuk mund na ndjeki e di shumë mirë nivelin e korrupsionit se e ndjen. Sa më i lartë korrupsioni, aq më pak shërbime. Dhe për më tepër që ju referua dhe të drejtave të njeriut, kur raporti fundit i AFET-it thotë që pjesa më e madhe e fëmijëve në Shqipëri janë në rrezik varfërie. Për çfarë arritjesh po flasim neve sot? Folët për legjislacion, për ligje, për vendime, për akte ligjore, nënligjore, okay, janë bërë. Dhe unë përshëndes gjithë administratën që ka qenë e përkushtuar. Ju thatë me 70% është rritur volumi i akteve ligjore, nënligjore që është miratuar. Por a mjaftojnë këto? Në këtë situatë dhe në këtë fazë ku Shqipëria ndodhet për sa i përket procesit të integrimit? Asnjë referencë nuk është bërë në raportin tuaj për sa i përket gjithë raporteve të institucioneve ndërkombëtare. Merrni raportin e fundit të AFET-it, Komisionit i Jashtëm të Parlamentit Evropian, ka një listë me dokumenta të cilët i referohen. Juve nuk i referoheni as odirit për zgjedhjet, nuk i referoheni as rezolutave të Parlamentit Evropian, as të Komisionit të Jashtëm, as Komisionit Evropian, as folët për median e lirë, por nuk ju referuat as raportit të fundit të Reporters Without Borders për indeksin e lirisë së medias. Folët për korrupsionin, por nuk ju referuat as raportit të fundit të Transparency International për sa i përket vlerësimit të perceptimit të korrupsionit. Dhe dua që në fakt pyetja kryesore është pse e mbani si sekret procesin? Top sekret procesin. Nuk dihen as kush janë kushtet. Pse si bëni publike? Çdo gjë neve e marrim nga komisioni, asgjë nga qeveria shqiptare. As të ndërmjetmet, as hendeqet, zero informacion. Po si mund të vlerësohen pa ditur kushtet, pa nditur hendeqet? Si mund bëhet vlerësimi? Për më tepër që na është thënë që disa personat që merren me procesin duhet kenë dhe clearance. Që as shiku se ka shpeshherë, as institucionet të tjera nuk e kanë, po bien në dorë të bandave kriminale shpeshherë. Timsi, sistemet, Akshi e kështu me radhë. Pse e mbani sekret? Nuk është sekret. Bëjeni publike që çdo qytetar ta shohë.
Si mund të trajtohet procesi i integrimit? Top sekret. Kush e vendos ka pasur përparim apo ka pasur regres? Kur nuk dihet se ku jemi, kur nuk bëhet publike, do ju kërkoja ta bënit publike. Minimalisht. Pse po ndryshon Shqipëria idenë e antarësimit, se nuk folet për këtë fare në raportimin tuaj. Në ndërkohë që kryeministri bashkë me Vučićin na prezantojnë procese të tjera, modele të tjera integrimi pa të drejta të plota të Shqipërisë. Pra raportimi juaj ku është? Është në një linjë me editorialin Rama Vučić? Apo me linjën e vendeve anëtare për merit based? Për antarësim bazuar në merit dhe me plotësimi strikt të gjitha standardeve. Sa të sigurta nuk folet fare për fondet, sa të sigurta janë fondet. Kur Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian përmend me shqetësim shumë të madh gjetjet e Olafit. Kur vetë raporti nuk e tregon në fakt qartë statusin e pikave kyçe, nga cilat varen fondet. Pra çfarë mesazhi i jepet Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, kur në mes të IBAR-it, i cili është vonuar dhe nuk na folët fare asnjë fjalë për IBAR-in. Pse Mali Zi u miratua dhe pse Shqipëria ende sot nuk e ka të miratuar? Nuk folët a është reflektuar çështja Balluku në diskutimet për IBAR-in. Çfarë mesazhi i jepet Bashkimit Evropian ku jo më larg se dje? Kryeministri mori në mbrojtje publikisht persona të cilët janë në akuza zyrtare nga SPAK për pjesëtar të strukturave kriminale të Akshi. Mori në mbrojtje Mirlinda Karçanaj. Ka sulmuar drejtësinë, ka sulmuar prokuror, ka sulmuar gjyqtar. Ka marrë në mbrojtje Belinda Ballukun që zyrtarisht ka akuza, 11 akuza për 1.2 miliard euro abuzim. Ajo është komunikuar juve nga vendet anëtare ose zyrtare të Brukselit që çështja Balluku është test kritik vendimtar? Është një çështje të cilën edhe zoti McAllister, kur ishte mbas vizitës në Shqipëri, e përmendi në konferencën për shtyp. Kryetari i Komisionit Jashtëm. Pra, keni prodhuar raporte, është e vërtet. Keni prodhuar strategji, keni prodhuar plane integrimi për më shumë se një dekadë, por cilat janë rezultatet faktike? Pothuajse zero. E thot qartë dhe unë nuk do t'i referohem në diskutimin tim, nuk do t'i referohem analizave dhe studimeve që neve kemi bërë si opozit, që na kanë ardhur nga departamentet në Partinë Demokratike. Mjafton t'i referohemi vetëm raportit të fundit të Komisionit të Jashtëm, i cili thot po, përshëndet hapjen e kapitujve brenda 13 muaj, e shkurtër për të hapur gjithë kapitujt, e përshëndet, ama thot që tani duhet të filloj realizimi. Jo më letra, jo më shkresa, strategji, por implementimi i reformave të pakthyeshme, përcakton Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian. Pra nga fjalët thot, duhet në vepra. Asnjë rezultat faktik në pothuajse të gjitha çështjet kryesore që po diskutohen tani në fazën
e procesit të integrimit. Po nuk dëgjova asgjë në fjalën tuaj për zgjedhjet.